أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد Falëndërim dhe lavdratat i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salat e selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë kapitullin e radhës nga libri Al-Adabul Mufrad të Sheikhul Islam, dietarit të madh të muslimanëve, Imam Buhariu rahimahullahu taala. Kapitulla Mallkimi i Allahut është mbi atë i cili i mallkon prindërit e tij. Nga Abi Tufail se ka thënë, është pyet Ali radhiyallahu anhu, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas kaffa? A ju ka veçu, dikush e ka pyet Aliun radhiyallahu anhu, a ju ka veçu juve, pra Ali Bejtin, familjen e pejgamberit islam, a ju ka veçu juve me diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej të tjerëve? Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas illa ma fi qirab as-sayf. I thot, nuk na ka veçu neve, nuk na ka dhënë diçka të veçantë prej fesë neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jashta asaj çka është në mbështjellësën e shpatës time. Pastaj e nxjerrin një fletë, fa idha fiha maktubun, dhe aty ishte shënuar la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Mallkimi i Allahu e ka mallku atë i cili therr kurban për dikant tjetër pos Allahut. Allahu e ka mallku atë i cili i ndryshon kufit e tokës, i ndryshon shenjat në tokë. Allahu e ka mallkuar atë i cili i mallkon prindërit e tij. Allahu e ka mallkuar atë i cili e ndihmon zullumçarin. Kanë thënë dietarët, mallkimi kur është prej anës së Allahut drejt dikujna, kjo do me thonë me e largu Allahu prej mëshirës së tij. Allahu na ruaj. Pra mallkimi i Allahut qoftë mbi filanin apo është mbi filanin, kjo do me thonë ai është i larguar prej mëshirës së Allahut. Kurse mallkimi kur ndodh prej anës së njerëzve, është e shajtmja, me e shadika. Kur ndodh mallkimi prej filanit drejt filanit, kjo është me e sha, me diçka, me e turpru edhe me nënçmu. Në fillim të hadithit ka demand për grupacionet e rafidhive dhe shijeve, të cilët besojnë se familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të veçantë dhe kanë diçka të veçantë nga feja. Në këtë hadith Ali radhiyallahu anhu u ban demand se ata nuk kanë pas diçka special prej fesë. Çka ka pas për këtë musliman ka pas edhe për ta. Çka ka zbrit për musliman prej fesë, ka zbrit edhe për ta. Dhe këtu është demanti ndaj atyre, se nuk janë të dalluar me diçka prej fesë. Pastaj e nxjerrin në letër në të cilën shënonte: Allahu e ka mallkuar atë i cili therr kurban për dikant tjetër pas Allahut. Therrja e kurbanit për dikant tjetër pas Allahut është shirk i madh, që e nxjerr njeriu prej feje. Kanë thënë dietarët, therrja e kurbanit për dikant tjetër pas Allahut futet në dy kategori të shirkut. Në kategorinë e shirkut të kërkimit të ndihmës dhe në kategorinë e shirkut të adhurimit. Edhe pse të dyja janë adhurim. E para, për shkak se kur therret kurbani për dikant tjetër, thuhet kur therret për Allah thuhet bismillah. Allahu Akbar, bismillah, edhe therë kurbani.
kur thirret për dikant tjetër, thuhet bismi në emër të diçkajt, gjimve, shejtanëve, edhe kështu me radhë. Për çka i thirrin mushrik kurbanat për dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Kjo bëja është bëja e kërkimit ndihmë. Është bëja baul isti'ana. Bëja e kërkimit ndihmë, pra e thirrim kurbanin në emrin të filanit, duke kërkuar ndihmë me na ndihmu neve. Besimtari e thirr në emër të Allahut subhanahu wa taala për dy gjëra. E para është për ibadet, adhurim ndaj Allahut, dhe e dyta me kërkuar ndihmë prej Allahut për diçka prej diçkave. Me ia fal gjunahet, me ia shëndosh të sëmurin, edhe kështu me radhë. Kurbani që thirret për akikën, me lirue prej prangave të shejtanit, me ja mundsu Allah me bosh shefat ditën e gjykimit fëmijët të pasalindur për prindërit e tij. Pra, bëhet për adhurim dhe bëhet me kërkuar ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. E njëjta është edhe kurban për dikant tjetër. Bëhet për me adhuru dikant, edhe bëhet për me kërkuar ndihmë prej dikujt tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Thirrja e kurbanit është prej shirkut të madh. Dhe nuk lejohet me thirr kurban edhe në qoftë se diçka shumë e vogël. Dhe e dim hadithin e njohur, atyre dy persona të cilët kanë dashur me kalu rreth një populli dhe është kërkuar prej tyre që me thirr kurban, dhe njëri ka thirr, tjetri s'ka thirr kurban. U kanë thonë që për me kalu prej këtij vendi për në vendin tjetër duhet me thirr kurban. Njëri ka thonë s'kam çka me thirr kurban, ka thonë thirr kurban qoftë edhe një mizë. Një bubrec, një mis, e ka marrë, e ka therë. E ka therë dhe është fut në zjarë. Allah në rujt. Edhe i dyti ka thonë, nuk e kam njetë me therë kurban për dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala dhe kanë vra. Dhe ka hy në xhennet. Pra nuk lejohet me therë kurban edhe qoftë diçka shumë e vogël. Edhe qoftë diçka që është e pavlefshme te njerëzit, nuk lejohet për shkak se është adhurim me cilën duhet më madhnu vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allahu e ka mallkuar atë i cili i ndryshon, në hadith ka ardhur me një transmetim, saraka manar al-ard, i ka vjedh megjet, i ka vjedh sinjalet e tokës. Transmetim tjetër ka ardhur, i ka ndryshu. Pra Allahu e ka mallkuar atë person i cili e lëviz megjen. Ai i cili i vjedh megjet, apo të na tash nuk di, të na është e njohur ndryshe. Të na është e njohur ndryshe. Por më herët kam pas megje, kam pas bafçe, kam pas pjesë të malit, kam pas lugina. E ka lëviz dikush pak. Ajo që është lëviz pak, nuk i ka kryer shumë punë vëzni. Ja ka lëviz megjen 1 metra. 50 cm. 70. 1 metrë e gjys. Nuk i sos punë shumë këtë dunja. Ama rreziku për të Allahu është shumë i madh. E para, Allahu e ka mallku këtë person. Allahu e ka mallku këtë person. E dyta, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Man iqtata'a shibran min al-ardi dhulma, tawaqahu Allahu iyyahu yawm al-qiyamati min 7 aradin." Ai i cili e zapton një tokë padrejtësisht, Allahu 7 kat toka kam ia varë në qafë ditën e gjykimit. Ka në transmetim, kam ia varë në qafë ditën e gjykimit. Për atë i cili sa merr prej tokës padrejtësisht shibran. Çkaç? Prej të kishti tërë që kishti. Nuk sos punë që kur gjonë këtë dënja. Hiç kur gjonë nuk kryin punë. Ama ditën e gjykimit është rreziku i madh dhe kërcënimi i madh nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allahu e ka mallkuar atë i cili i mallkon prindërit e tij. E si i mallkon njeriu prindërit e tij? Kur i shon prindërit e tij. Ka për njerëzve në udhu billah i shojnë prindërit. Ta bofsha këtë edhe këtë edhe këtë. Allahu e ka mallku këtë person. Kanë thënë dietarët,
Njeriu e shan prindërin e tij në dy mënyra, në dy forma. Njëra prej formave është e qartë, drejt për drejt e shan. I drejtohet nanës ose babës me fjalë prej më të fllitshave. Kjo është një mënyrë, dhe mënyra tjetër është me u bë sebeb që dikush më ia shan nanën. Që shka marrë tash në kaptinën tjetër. Me u bë sebeb që dikush më ia shan nanën. Çish bë sebeb? Ja shan ti nanën atina edhe ai ta shan nanën tyje. Ja shan ti familjen atina edhe ai ta shan familjen tyje. Pra ti bëhesh shkaktar. Sa është e rëndë kjo? Allahu e ka mallku këtë person. Allahu e ka mallku. E tham, kur Allahu e mallkon dikan, do me thonë e ka largu prej mëshirës së tij. E kur Allahu e largon pastaj prej mëshirës së tij një person, a ka mundësi me pas hajra dhe bereqet në këtë dunjë? A ka mundësi me qenë i lumtur në këtë botë? A ka mundësi me kalu let i suksesshëm në këtë botë? Jo, vallahi. Ai i cili është larg rahmetit Allahut, ai është njeriu më i shkatruar. Ai është njeriu i vdektë edhe pse ecë për me tokë. Edhe pse ecë për me tokë. Pra rreziku është shumë i madh. Tha la'ana Allahu man awa muhdatha, me transmetim muhditha. Allahu e ka mallku atë i cili i jep mbrojtje, i jep strehim muhdatha. Çka është muhdatha? Muhdatha është personi i cili bën padrejti. Personi i cili bën fesad. I hyn në hak dikujna. Edhe duhet me ja marr hakin atina. Personi i cili e mbron që mos më ja marr hakin atina, çka duhet më dhon prej hakut të tij, ky person është i mallkuar prej anës Allahut subhanahu wa taala. Dhe muhditha i mallkuar Allahu e ka mallkuar atë i cili e mbron muhditha, kanë thënë dietar bidatin, me mbrojt bidatin. Ai i cili e mbron bidatin, nuk mundet dikush me mbrojt bidatin, risin në fe, vetëm se e don ata. Vetëm se e don, nuk ka mundësi njeriu të sakrifikon diçka nga vetja, pasuria dhe familja e tij për diçka që nuk e don. Është e palogjikshme. A çdo risi është dalalet edhe udh për në zjarr të xhehenemit, Allahu na ruaj. Kaptina tjetër, babu yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siya. Kaptin i respekton prindërit në atë që nuk ka mëkat. I respekton prindërit, kaptina e respektimit të prindërve në gjërat të cilat nuk ka mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Abi Darda radhiyallahu anhu thot, më ka këshillu, më ka bo vasiyat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjana. Mos më i bo shirk Allahut edhe në qoftë se coptohesh ose digjesh. Mos më e lën namazin obligativ qëllimisht. Ai i cili e lë namazin qëllimisht është largu prej tij mbrojtja e Allahut. Mos e pi alkoolin, për shkak se ajo është çelësi i çdo të keqe. Respektoj prindërit tu edhe në qoftë se ata të urdhërojnë me dalë prej dunjas tënde. Këna më shpjeguar. Fakhruj lehuma, dil kur thojnë ata, wala tunazi'anna wulata al-umur, mos i kundërshtoni udhëhecit tuaj. Wa in ra'ayta annaka ant, edhe në qoftë se e sheh që ti dhe ti ke drejt. Ti, ama mos i kundërshto. Wala tafrir min az-zahf, mos ik prej fush betejës. Wa in halakta wa farra ashabuk, mos ik prej betejës edhe në qoftë se shkatrohes, vdek, dvrasin ose hikin shokët e tu. Ti mos ik. Wa anfik min tawlika ala ahlik, jepja mehrin
familjes tënde. Wala tarfa asaka ala ahlik, mos e ngrit shkopin karshi familjes tënde. Me një transmetim, mos e ngrit, mos e lësho shkopin karshi tyre. Pra me një transmetim thuhet mos me ngrit shkopin me jam shu, me njënën thuhet ngrit edhe mos e lësho shkopin. Wa akhifhum fillahi azza wa jall, dhe friksoj ata për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra këshilloj me pas frik Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e parë të hadithit e këshillon Abu Dardan në më të mirën, edhe pse ka zgjedhje tjetër. I thot, mos i bën shirk Allahut edhe në qoftë se coptohesh ose digjesh. Dhe në shariatin tonë ka ardhur lehtësimi, apo ka ardhur lehtësimi për atë i cili e ka zemrën e qetë me iman. Ikrahi, dhuna, nuk mundet me shkaktu njeriu në zemër, i shkaktohet vetëm në gjymtyr. Po më e mira është mos më nënshtrua, me e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot, mos e lën namazin obligativ, qëllimisht. Ai i cili e lën namazin obligativ, farzin, qëllimisht, berjet minhu dhimmetullah. Prej ti është largu mbrojtja Allah subhanahu taala. Dhimmetullah është mbrojtja Allah xhela xhelaluhu. Kur njeriu e fal namazin, kur njeriu agjeron Ramazanin, kur njeriu i nënshtrohet Allahut në atë që Allahu ka urdhëruar dhe i largohet prej atyre sendeve që Allahu ka ndaluar, sikur njeriu ka bënë një farmarrëveshje me Allahun xhela xhelaluhu, se nëse ky njeriu e bën kët, Allahu ka më dhënë xhenetin, e nëse nuk e bën, largohet mbrojtja e Allahut, sigurimi i Allahut ndaj tij. E kur njeriu e lë farzin, qëllimisht largohet mbrojtja e tij, mbrojtja e Allahut prej tij. Wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli sharr. Mos se pi alkoholin, për shkak se alkoholi është çelësi i çdo të keqe. Ka thënë dietar, për shkak se njeriu e humb mendjen e tij dhe pas kësaj, pastaj mund të merron shirk, edhe në kufër, edhe në zina, edhe kështu me radhë. Ka në hadith, al-khamru ummul fawahishi wa akbarul kabair. Alkoholi është nana e degenerimit dhe më e madhja prej të mëdhajave, mëkateve. Ai i cili e pin atë, ka mundësi me bëu zina me nanën e tij, me tezën e tij dhe me hallën e tij. Me transmetim ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Alkoholi është nana e këqijave. Alkoholi është nana e këqijave. Pastaj thot, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kjo këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Abu Darda. Respektoj, nënshtroju prindërve tu, edhe në qoftë se ata të urdhërojnë të dalësh prej dunjas tënde. Ka thënë dietar, të dalësh prej pasurisë tënde. Ta lësh pasurinë, leje këtu edhe hec. Çka ka këtu, s'ka për ty kur gjo, hec, dil, shoje. Nënshtroju prindërve tu edhe në qoftë se ata të urdhërojnë që ta lish pasurinë tënde. Fakhruj lahuma, dil për shkak atyre. Ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ti edhe pasunia jote janë të babës tanë. Ti edhe pasuria jote janë të babës tanë. Thotë Allahu dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet fëmijët tuaj janë dhurat e Allahut për juve. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Në surën Shura, ajeti 49, Allahu thot, Allahu i jep, i dhuron kujt të don vajza, dhe i dhuron kujt të don djem. Pra fëmijët janë dhurat e Allahut ndaj njeriut. Fehum
wa amwaluhum lakum idha ihtajajtum ilayha. Thot pejgamberi s.a.s. ata, pra fëmijët dhe pasuria e tyre janë tuajat në qoftë se ju keni nevojë për ato. Në qoftë se ju keni nevojë për ato. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është e rëndë, kjo është shumë e rëndë. Këtu pejgamberi sallallahu thot krejt me dhon. Dil, shoja edhe hec, lej këtë parë tu edhe dil jashtë. Hamu ne bëjna. Hamu jo jemi, unë e kom fitu vetë. Pejgamberi sallallahu thot fakhruj lahuma. Dil për shkak atyre. Leje për shkak atyre. Nënshtroju atyre. Në qoftë se është kështu puna me këtë pasonin tënde. Po kur ka nevojë nana për 500 denarë të tua, për diçka shumë të vogël, a du të me bu muhabeta? A du të me pru punën që e me të regu që ka nevojë për pasurin tënde? Nuk du të me pru punën. As për nanë, as për babën. Nuk duhet me pru punën në qoftë se ti ke mundësit, normal, kur si ke ti mundësit, nuk diskutohet këtë çështje. Po kur ti ke mundësit, kur ti xhepin e ki me pare, kurse prindi është pa pare, si ka hije njeriu. E veçanërisht besimtarit. Si ka hije, ai pa pare ti me pare. Kurse ti dhe pasuria jote jeni tatina. Jeni tatina. Thotë wala tunazi'unna ulat al-amri. Mos i kundërshtoni, mos dilni kundër udhëhecave. Këtu është për qëllim udhëhecave të muslimanëve. Khalifës ose emirit të muslimanëve. Nuk është për qëllim se këta ditë marrin shumë prej të devijuarve të zamanit tonë dhe e shpjegojnë në dëgjim dhe respektim të tagutave të zamanit tonë, të cilët gjykojnë një me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, të cilët janë krap për krap me armiq të Allahut kundër muslimanëve. Në të gjitha mënyrat dhe llojet e luftës kundër muslimanëve, ata janë bashkë. Për këto lloj të njerëzve, të cilët i përkatësojnë Islamit dhe ata e luftojnë Islamit, për këto nuk duhet as dëgjim dhe as respektim. Po atëherë kur kanë mundësi muslimanët me ja u marr pushtetin dhe me e zbatu ligjin e Allahut, duhet me e bëj më një herë. Nuk duhet me vetë kërkam. Duhet me e bëj më një herë. Për shkak se është obligative zbatimi i ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Hadithet kanë ardhur për një udhëheq të muslimanëve i cili gjykon me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se ndodh prej tij ndonjë mëkat prej mëkateve ose gabim prej gabimeve i cili nuk arrin në kufër dhe shirk të qartë, atëherë muslimanët, dietarët, hoxhallarët obligohen me këshillua edhe mos me përkrahën në atë mëkat, derisa nuk shohin kufër dhe shirk të madh. Allahu na ruaj. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tafri min az-zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Mos ik prej fush betejës, edhe nëse e shef që ti je duke vdek, ke me vdek, kanë me të vra, ose nëse ikin shokët e tu. Tash këtë hadith mëna me e shpjegu në dy mënyra, në dy kënde. Këndi i parë, për atë të cilën ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për fushbetejën, për luftën, me armiq, ose i vret ose të vrasin. Thot mos ik, edhe nëse shokët e tu ikin, të lanë vet, edhe nëse tu shmu vra, mos ik, zgjedhë kënaqësinë e Allahut dhe shoqërimin me njerëz të mirë të Allahu xhalla xhelaluhu. E për çka bëhet kjo? Për çka është njeriu në kësaj situate në fushbetej? Për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Besimtarët bëjnë xhihad për me ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe që me qenë fjala e Allahut më e larta dhe fjala e kufrit më e ulta. Kjo e njëjta vlen edhe në sferën e davetit, thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është xhihad fi sabilillah. Për ta ngritur fjalën e Allahut dhe për ta bërë më poshtë fjalën e kufrit dhe jo besimtarëve. Edhe këtu nuk duhet me ik, edhe këtu nuk duhet me u plokshtu, edhe këtu nuk duhet me u ndal nëse ndalen të tjerat, edhe këtu nuk duhet me u ndal edhe nëse e ke rrezik në veten tënde. Për shkak se është për qëllim ngritja e fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. A ka përjashtime për hir të së vërtetës? Ka përjashtime ku njerëzit mundën edhe shirk për jashtëm, ka thonë edhe nëse ikin shokët e tu. Ata që kanë ik, a kanë dalë prej feje? S'kan dalë prej feje. Ama kjo e para nuk diskutohet. Kjo e para është shumë e rëndësishme. Për shkak se nëse krejt ikin,
Kush ka me çu fen përpara? Qoftë në taborën e fushbetejave ku ka xhihad fi sabilillah, qoftë në taborën e davetit ku duhet me mbrojt meselët e dinit të Allah dhe mu dëmandua edhe me u zbulua zullumçarët dhe bidatxhit. Nëse krejt ikin, çu ka me ecë feja përpara? Elusim Allahun që Allah të na bën prej tyre, të cilët ecin përpara dhe nuk thehen mbrapa. Wa anfik min tawlika ala ahlik, jepja mehrin, kanë thënë dietarët, jepja mehrin grave të lira, pra të cilat ju i martoni, wala tarfa asaka ala ahlik. Në të gjitha transmetimet ka ardhur kështu, mos e ngrit shkopin karshi familjes tande. Mirë po është transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit, wala tarfa anhum asaka adaban. Mos e lëshosh shkopin. Do thonë, shfrytëzoje shkopin për t'i edukuar ata, jo për me këtë keqen. Se ka njerëz që e shfrytëzojnë shkopin për me u lirue, për me hek të keqen. Nana ose baba. Nana është lodh të shtëpia me punë të shtëpisë, është raskapit, e tash fëmia ban e jeton jetën e vet si fëmijë, e kjo don me hek të keqen, e merr shkopin dhe hek të keqen. E hek mllefin, e hek nervozën e burrit te fëmia. Nervozën që e ka me kunatën e hek te fëmia. Nervozën që e ka me vjerrën te shtëpia ose vjerrin e hek te fëmia. Pason fëmia, jo. Kjo nuk lejohet, dhe për ta ka me dhënë llogari prindit nëse e bëjnë kët. Ose baba, nuk i ka ecë puna mirë, hakmirët e hek të keqen te fëmia, ose nuk e ngon gruaja, e hek të keqen te fëmia. Ose ka problem me kojshin diçka, e merr shkopin i he fëmijës vet ose bashortës vet. Jo. Tu është për qëllim edhe fëmijët, edhe gratë. Është për qëllim shfrytëzimi i shkopit për edukim, jo për me i sakatue, jo me i bo me nishan, me dhimi, për me i edukue. E kur përdoret shkopi për edukim, nuk përdoret në fakt, shumë rrallë përdoret. Për edukim. Mirë po, me pas kujdes në shfrytëzimin e shkopit. Është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që me e varr një shkop mbi derë. Me e varr një shkop mbi derë. Pra me përdor shkopin në rast nevoje për edukim. Me përdor shkopin në rast nevoje për edukim. Le t'i lëm anësh mësimet e perëndimorëve se s'duhet me përdor dhunë. Kur përdor prindi shkopin ndaj fëmijës ose bashkëshortës për me i eduku, kjo nuk quhet dhunë, kjo është edukim. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ka godit gratë vetë as fëmijët. Ka mundëri tjetër. Po ndonjëherë vjen puna edhe me shfrytzu shkopin, ama jo me e dëmtua, jo me e godit që mos marr në veti me mujë pastaj. Jo me e godit dhe me pas nevojë me thirr ndihmën e shpejt. Ka edhe kësi kriminal ka. Ka edhe kësi njerëz ka. Bile edhe të fezët xhamatit. Që e godet bashortën ose fëmijën dhe pasot me thirr ndihmën e shpejt me marr. Se e ka prish, krejt e ka prish të tek. Nuk është urdhënuar kështu. Nëse vjen puna deri këtu, ta la, kjo është zgjedhja. Nëse vjen puna që ti me bashkëshortën tënde, me shku puna deri në atë pikë, në që si gjendje me ardh, s'ka jetë atë. Që shka mundësi njeriu me godit ashtu gruan dhe pastaj me shku mbrëmje me flet bashkë me ta shtrat. Nuk ka logjikshëm në vesh. Përdorimi i shkopit është për qëllim edukime. Edukimi ndonjëherë bën vetëm ja ka dhënë shkopin, vetëm ja më këshira, s'ka, s'duhet më shumë. E nëse se di çka, e merr edhe e gjej pak. E djeg pak. E kupton fëmia këta. Dhe skajshmërisht me u largue më shumës me dorë. Për shkak se dora kanë thënë s'ka karar, s'ka. Nuk di çka bën në këtë dorë. Dami është shumë i madh. Mund të bëj dami shumë i madh. Për çka ka ardhur? Asak, shkopi. Jo bezbolli. Thupra, shkopi hodh.
me djeg, jo me dhimt, veç me djeg. Wa akhifhum fillahi azza wa jall. Ama këshilla mos shkopit, ka diçka tjetër. Ka thonë dhe përkujtoj ata që të kenë frikë prej Allahut. Esenca është kjo, që në edukimin e bashkëshorteve, familjes tonë, kur thamë familjes, e kam për qëllim gruan, bashkëshorten, ose bashkëshort ata që kanë ka 2 gra, 3, 4, edhe fëmijët, është për qëllim familja njeriut. Në hadith ka ardhë shkopi, pas shkopit ka ardhë këshilla. Pse ka ardhë këshilla pas shkopit? Për shkak se është shumë e rëndësishme. Jo në çdo kohë shkopi është zgjidhje. Duhet në maksimum të edukojmë fëmijët dhe familjen tonë të kenë frikë Allahun, ta njohin Allahun. Kur ta bëjnë një punë, ta bëjnë për Allahun. Kur të largohen prej një pune që s'duhet mu bë, të largohen për Allahun, jo për shkak shkopit prindit. Pse? Për shkak se vjen një ditë ku prindi nuk e ka mundësinë me shfrytzuar shkopin. Vjen një moment ku prindi nuk e ka mundësi me shfrytzuar shkopin. Se bëhet djali dhe vajza e madhe. Se ki kuveti, se ki mundësinë, s'u e zem. Ka mundësi mos s'u e sheh për mi fol, le më për mi amshue. Për këtë shkak ka ardhur njerë, wa akhifhum fillahi azza wa jall. Dhe këshilloj ata që të kenë frikë Allahun e lartë madhruar. E kur të kenë frikë Allahun e lartë madhruar, me fjalë mirë është veç. Me fjalë mirë është veç. Edhe pse e përsëris edhe shkopi është zgjidhur edhe një herë. Nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu thot: "Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad, faqal: ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihi ma jahid." Edhe kjo hadithi pejgamberit s.a.s. është hadith shumë i madh. Nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu se një person ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dashur me bë xihad. Ka dashur me dal në xihad me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë: "Hayyun walidak?" Ai ki gjallë prindërit? Qala na'am, tha po. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa fihi ma jahid." Shko dhe bën përpjekje me ata. Pra, në raport me ata. Bën përpjekje në raport me ata. Thot Imam Nawawiu: "Hadha kulluhu dalilun ala 'idhami fadilati birrihima." Ky hadith qartë tregon madhështinë dhe vlerën e respektimit të prindërve. Wa annahu akadu min al-jihad. Dhe ky hadith argumenton se respektimi i tyre është më i vërtetuar se xhihadi, më i madh se sa xhihadi. Wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzu al-jihad illa bi idhnihima idha kana muslimin. Dhe këtë hadith kemi argument në ata të cilën kanë anu dietarët se nuk lejohet me dalë me bë xhihad pos me lejen e tyre në qoftë se ata janë musliman. Ky hadith e shohim qartë për vlerën çka e ka respektimi i prindërve. Edhe se njeriu obligohet bën përpjekje të mëdha, të mundohet në maksimum në respektim të prindërve të tij. E ka ndaluar edhe prej dhirwatus salami, e ka ndaluar edhe prej kulminacionit të islamit, i cili është xhihadi fi sabilillah. Ka thonë shko dhe bën përpjekje, luftoje vetën tënde në raport me ata, të jesh i respektueshëm ndaj tyre, dhe kjo tregon për vlerën e madhe. Mirë po, kjo është për xhihadin kur xhihadi është kifaje. Atëherë kur xhihadi me dal fi sabilillah është farz kifaje. Çfarë është farz kifaje? Në qoftë se një grup e muslimanëve e veprojnë atë vepër, këto tjerë që nuk e veprojnë nuk kanë gjuna. Është dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ekspeditë ushtarake, i ka thirrë me dal xhihad në ekspeditë ushtarake, me shku me një ekspeditë.
Dhe kjo ekspedit është kifaje, në qoftë se dalin ata, një grupi muslimanëve, për mi luftu e besimtarët, dhe grupi tjetër nuk dalin, to nuk kanë gjuna. Mirë po, kur gjihadi është farz ajn, duhet me dalë të gjithë me luftua. Ka adhurime që janë farz ajn, obligime konkrete për secilin person, edhe ka farz kifaje, obligime kolektive. Në qoftë se një grupi muslimanëve veprojnë, tjerët nuk kanë gjuna. Për shembull, kërkimi i turisë është farz kifaje. E ka raste pasaj ku bëhet farz ajn. Gjihadi është farz kifaje. E ka raste kur bëhet farz ajn. Kur bëhet farz ajn? Në qoftë se me një vend i cili është larg diturisë, ka mbet islami, ka mbet musliman, vdek hoxha i katunit. Katuni është larg prej fshatrave tjerë. S'kan mundësi me pas qasje me hoxhallarët edhe dietarë tjerë. Obligohet krejt katuni me kërku dituri. E në qoftë se mbledhin pasuri e dërgojnë një talebe me mësu ilmin, atëherë nuk kanë gjunata. Për shkak se njani ka shku me mësu ilmin, me mësu shëriatin e Allah s.w.t. edhe me i këshilu pasaj ata. Por në qoftë se nuk shkon asë njani, krejt kanë gjunaqar. Kur sulmon toka e muslimanëve, vjen armiku prej jashtë, e sulmon tokën e muslimanëve, sigur rasti i luftës së Hendekut, kur e kanë rrethu Medinën nga gjitha anët dhe kanë rrethu jehudët, këtu gjihadi ka qenë farz ajn, këtu nuk duhet me vetë nanën dhe babën. Nuk duhet te farz ajn, nuk duhet me vetë prindin a me ba mos me ba. Për shembull namazin, ata falë mos ta falë. Si thot prindi mos e fal namazin, valla prindi, Allah i ka thënë me ngu prindin, po. Allahu ka thënë me ndëgju prindin, mirë po aty ku nuk ka gjuna. E lanja namaz jo që gjuna, po kufër, dole prej fejes. E në obligime kolektive, ka mundësi me ndalë, atëre duhesh mund ndalë. A është e qartë? Mendoj që është e qartë. Kanë thënë dietarët, kaptina e respektimit të prindërve është kaptina e përpjekjeve. Posaçërisht kur ata kanë marrit pleqërinë. Që shka marrë në kaptina tjera, inshallah, ligjërat e ardhshme, posaçërisht kur ata arrin pleqërinë. Me qenë të kujdesshëm dhe mos m'ia u thy zemrën. A na thamë, që dikush i ka thënë Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, çysh besi kom dal haku shuna, jam duke bëu kët vepër, i tha Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, ti je duke i shërbi këtymve, ama don që të vdesin. Ata të kanë shërbi kur ke qenë i vogël dhe kanë pas qef që ti gjallnosh, ti jesh gjallë. Elusim Allahun që Allah të na bën të jemi të kujdesshëm ndaj prindërve tanë. Elusim Allahun që Allah na fal mëkatet tona. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.